Ka letë. Metën ty ta vjall iden gjithmonë. Kush ka pa hapjen është kreti kjo. Joni. Mario, qa ki përgatiti me letër? A ke rezervë dorë? A, pra? Hajde. Mirë mbrapa herë të tanëve që vini me na njek në Instagram, kush na ka njek për në ju, YouTube. Njëri Kotorri, mirë mbrapa. Mirë mbrapa që gjithë Hans Dreyer, wow, Loti, si na du. Si duket janë sikur kam dalë në pjacë në Shkodër. Elona Dini, Hans Dreyer prap. Mirë mbrapa tonë. Teshti. Hansi shkruan Valbona për Valbon, dakor? Bukur. Joni, konkluzioni se kot boulolla me majt në shenim në i batuta në gjë, konkluzioni. Lajerti, a e ke parasysh Hamza Kastriotin? Juden. Ose Juda. Kush jau të regoj shtigje turqve? Dhe më thanë, tanë karakteristikat e Judës, ose të Hamzas. Interesagji, pra që eci aty kalova lumin dhe shakalin, vazhdojmë prej interesit dën me çdo kusht me u mbështet te dikush ku t'i interesojnë, sepse është frika cak. Frika ndaj Big Brotherit, Lajertin, e ka bë mos me bë kompromis me çdo gjë. Pra ata i kanë thënë, ke me bëj këtë dhe ajo ka bë Hamza më komplet. Vetë për interes. I kanë thënë me bë? Se i ka frikë. Pa i kanë thënë me bë. A di ku dallohet që i kanë thënë me bë tani këtë punë? A ne do t'i thonë ato asaj kështu, ti thuj kështu. A di ku dallohet? Që e mbron kret produksioni, vendimin e Lajertit. Sidomos Arbi. Arbi është... Kur e mbron edhe Arbi, imagjino sa udhëzimi i produksionit është. Një sekond t'i baj si një shmani ka e inxhi. I dashur publik. Arbi është, në gjojni me vëmen se Arbi është 89% fjala e produksionit. Në gjojni me vëmen. Është vllai i madh Arbi, ai fsheti. Kështu që dëgjojeni me vëmen, ai e luan bukur, por dëgjojeni me vëmen se ai është fjala e vërtetë. Arbi sot nuk i gjeti fjalë si zakonisht që i peshojnë edhe nuk i bin tokë. Gjeti një pyetje çat ka premtu, edhe kjo është e vërtetë. Pra u kap me negativin, me të kundërtën. Hajde të bëjmë provën, tha, po pa bëj herë ekuacionin marr, desh me e bëm mbrapsht, a kupton? Hajde bëjmë çat ka premtu. Jo çat ka premtu, herë si fillim. Se bani Lajerti sikur është i prekur nga kjo gjë. Unë po, do t'i shtrëngosha dorën, ta them prapë për 70 herë, nëse Lajerti aty kur jepet opsioni, thot, sa mirë më erdhi ky opsion. Se mezi po pres me heq qafet Valbonin. Ky është lojtar. Barre ka pas Arbi, e ka tregu qysh se pat marrë vesh janë bashkë, e ka pas si barmane, s'ka ditë si me dal nga situata. I doli rasti shqyqyr, po s'diti me lujt mirë. Aktori do të mërë frikacak, mashtrus. Të edhin si i ftof që jam unë e shof këtë tjetër gjënë, përveç saj që i kena analizu në edhe të hapja të na. A shif që ja bot të në shpia kuna Lajertit, a dinsarën që ishme ashtja për një lojtar, të besoj du të adish. Me që po të aveon në dukje. Është rëndësishme, po. Kjo është më bë kundër Lajertit si i neveritshëm dhe jo si favorit. Po të shti, kur shkojnë njëzit, nuk i shkojnë sa e shumë i mirë, po i shkojnë si dhe me kje i kesh, pra shi sa i kesh që po bëlli kjo të shti. Tanë shpia kuna, janë do formula që marë që të s'ke nga e mon, je pretendent për me fitu manej. Lajerti me këtë sot është në finale, me produksionin që i jabani atë lojët e gjanat, sot fitoj Lajerti për mendimin të. Në loj, ma ku ka një zillek ma sot më burë, nuk e në të folë për një zillek ma më burë. A shi që për me atë? Jo një zillek marë, jo një zillek marë, do në me gjithë diçka që ne që duhet me prit nga fitusi Big Brother. Duhet jetë një personazh që gjithë pëlqehet në çdo aspekt, pra, edhe kur reagon për këtë rast, edhe kur reagon për i humor, edhe kur reagon për i fatkeqësi, neve bim dakord me atë, pra do të kishim reaguar edhe ne ashtu, pra na gjejmë veten disit e ai ose shohim që është karizmatik në zgjidhjet që jep. Jo e kundërta, se për ashtu hajde të marrim atë gocën e TikTokut që rrin TikTok që ajo që ka shkuar në Dubai atje. Ban për njerëzit të ndark budalliqe, a kupton? E njëki njerëzit, po njëki ban budalliqe më burr, ose është shpifur.
po futu I fije, më shife pa emocione I fije, se ti pa të shamun më të mirë në Big Brother 3-shin. E ke pas shamun më të mirë që edhe e ke përjetu të manë edhe ke pasu ku shikon. Po pra, rasti Lajertit është egla. Ja, këtë egla. Komplet egla, komplet. Ti mendoj që më I matën edhe të shumë e shof thjesht një lojë. Unë sa shof që tanë shtëpia është bukuna një lojtarit. Sidomos Lajertit, se jo nisi puna e Vserlës, po Lajertit në këtë rast për mendimin tim I kanë rrit pikë. Për mendimin tim e shof vetëm lojën, nuk jam tu pa një zillë se e kanë çu vetë lojën të dy në këtë pikë. E do t'i vite momentin, na kena thënë që do t'i vite momenti me ndas se s'ban. Ajo është thjesht një pjesë. O janë si me I bashku nuk është ai çudimi ndas ta mos s'kan hi bash. Këto kanë hi tek e tek. S'është ai çudimi ndas, siç I bashkoi I denim, I ndan. Me I ndan nuk është më denim. Se sillet Lajerti sikur po e denojnë. Sfidë. Mu janë të çudit edhe fali fije, mu po më çudisi 1 milion komente që I thonë Lajerti super kret, klas kret. Denimi që është dhënë Lajertit është të bëhet të shndrohet në një lojtar me Bonën. Nuk është denim të ndahet nga Bona. Sfidë, ka kanë sfidë me nda. Jo mor vlla. I ka marrë një sfidë. Ai është favor. Sfidë mor, ja, sfidë. Jo mor, o do është favor. Është favor. Ai ka hy vetëm. Ai duhet ka hy me fitu Big Brother, jam u lidh me Bonën. Se sillet sikur ka hy për mu lidh me Bonën, jo me fitu Big Brother. Një lojtar I fort, duhet me kalu ishte sfide shumë forta që do të hajnë do shputa, apo do ta kapërcejnë do shtit. Ndryshe ba me pajet me Valbonën çdo kishte. Po jo se s'ka hangër shput. Për një po them, a shprehem qartën as po. E hangër nga banor pra dhe me edhe nga Valbona vetë. Jo më fare as nga banor s'ka hangër shput ai. Ai ka hangër shput nga vetja vetë që s'din me usjell. Ai vetë që sillesh siç është e vërteta, sillet si një mashtrues ordinar. E vërteta është që ai don me lujt vetëm. Ky thot e vërteta është që unë du mi bë ner Bonës, prandaj po ndal. Ja deri aty. Jo mi bën ner Bonës. Po e thon, unë e di që Valbona është lojtar, duhet që Valbona është më e fortë se ç'kujtoni. Pra po sa ja, ajo është hipokrizi këtë, që bë me ata. Po I kjo po I kyt jam dumor, me kyt jam dumor banor. Ai po do të më thon banorët tani shiheni, a jam I fortun, a eci unë zvarr për Valbonën se do shku deri në finale apo jam vetëm. Dhe sot do të vërtetohet, thot Lajerti që a do dali Valbona apo unë. Kush ka kanë më I forti? Ta marrin Po kjo është në rregull, pa ai thot këtë. Ai Bona. Ai e ka ndru karakterin e vet, ai e ka ndru personalitetin e vet 2 herë brenda fjaliet Marian. Ai kthej thot, kthej skuqen syt I bëhet zjarr, drillet në fytyrë kështu, se demek më vut në një pozitë që zdi çfarë them. Kret hipokrit. Si mos më thoni e kam gabim se I ka pas sytë kuq për Valbonën. Lajerti. Nuk I ka pas sytë kuq me tregu që du mund da për Valbonës. I ka pas sytë kuq pse po më ndani ju mu me Valbonë. Sa dalin Valbona I ka me thonë, a shif një pracion se si zvarr për Valbonës dhe këtu, a unë jam lojtar. Që ka thënë ati që e zvarr nga Valbona? Për Valbonës që do jetë se s'kja si mëri tjetër, I kanë thënë, ti ma është vetëm për Valbonës. Kanë thënë banorët aty ma. Vetëm me banorët ato thënë. Banorët ai ka justifikimin, e ka gjetë atë pikën më justifiku kur dolën Bona, se dihet që ka me dal Bona, ka me thënë, a shef pra që nuk merr zvarr Valbona, pa e ka marrën Valbonën zvarr, dhe nëse do ecim mirë, do takojnë ai jashtë. Etj. Mario, unë e shoh si lojë më burr. Janë vu kundra banorët, u mbrojt me atë vetën me atë dramë se të shashloi fi aktor. Çka ke? Aty gjujti vajzës. O jono, o yll. Arjan Gjolej është vajza? Arjan një gjëtë Valbona histerike, thot. Në rregull është Arjan. Gjovi. Një Gjovi. Mario, Valbona dash me lujt rolin e viktimës, me basi gjëna. Ajo usul me mleft mall dhe edhe sikur të eliminohet pakën me atë viktimizmin, po ta lutet do të thoshin taman asa gjëna, edhe jashtë do të ishte figurë mirë. Po me kështu si po ka me dal Valbona, po pa dy faje, por apo del edhe keq. Mendimi jam. Mendimi jam. Unë nuk I hy me fol me përshkruaj hiç se si del Valbona, sepse Valbona ka bë çka ka bë vetat. Nuk e shfaqsoj unë dot Valbonën. Nuk e mbroj. Është dhe me thonë, nuk jam të hy këtu me djerë mirë Valbonën dhe keq Lajertin. Unë s'jam të hy me mëtë anën asjanit, unë jam të thonë, që po ka një gjest më të shpifun, është tradhtia nga frika për interes. Dhe me thonë, mashtron, trahton, ke frikë, ke interes. Dhe me ti parët më të shpifuna që gjithë ne, edhe në qofë se I kena në herë mundohen a mi fshe, se njeri u të ndohet. Po, mu,
nuk më bajnë përshtypje ma këtu. Me këto 3 muaj që kena pa Mario, mu nuk bajnë përshtypje çfarë lëgjë e një për ditë aty, po edhe kur ma thuti, nuk bajnë ma përshtypje tradhtia, familja, vdekmi që janë ty përmend. Të shumë vetëm e shoh si lojë. Për mu Laerti sot është finalisti i parë, për mendimin tim. Është një vetmi lojtar i parë që ka kaluar sfidën më të rëndë detesh, më të vështirë. Sepse duhet të rregull, jam të thënë se nuk është. S'po them se nuk është. Si sfidë e vështirë, pra quhet e vështirë se unë jam të thënë që mu ma shpif të shoh spektaklin kështu, kur me detyrim dojnë me mushin lugen me Laertin edhe dojnë me ma fut me zorë gojë. Nuk du. Dakor. Ai kupton. Unë jam të shpreh opinionin tem për unë s'du me hangër Eglen. Unë s'du me hangër Laertin. Nuk e du. Nuk m'ban as me qesh, nuk m'je pas në i shembull, e dalloj për 100 km larg që është rrajt. Pra janë tilla karakteristika që mu më largojnë, pra ma hekin interesin. Patjetër, ma nuk e hajmë unë e këto, nuk e hajmë to që bajnë to me skenat që bajmë. Unë se hasni si janë, unë e dikte. Unë jam të folë që loj. I vetë lojtar hera parë që po kalon sfidë më të vështirë. Të shtu të më rralla gjesti. Cila sfidë më vështirë? Kjo me bonën ka kanë sfidë vështirë, domethënë provë vështirë për një lojtar me e provu. Po e ke gabim pra, se për i kyt jam të u shpreh 30 herë. E ke gabim. Se ky nuk është fut as me motrën, as me vllajin, as me gruan aty. Është fut vetëm, vetë ka kërkën. Vetë ka dashur ai të penalizohet nëse deli pa abes për burr. Por Joni, edhe një herë, nuk është sfidë kjo. Ai nuk ka lyp me kanë një lojtar me Valbonin. Atë e kanë detyruar, e kanë denu me kanë një lojtar me Valbonin. Po mo liru, ti a di që e ty thonë, atë e kanë lidhë me zinxhir, sfida ishte me pranu me hek zinxhirin. Jo më pranon se du mu liru. Ose pranoj ose mos e pranoj, domethënë dy opsione. Nuk është sfidë hiç më vëlla. Në të dyja variantet do të del tek kësaj. Të dyja, edhe po ishte do të dëmtohet e vetë se shkon finale me Valbonin, edhe në rastin tjetër, pra të dyja çan zgjat ai do ta kapshin. Unë mendoj ose që ka bës gjelljen e duhur, ai ka bës gjelljen e vetme. Ai duhet rritet. Pse? Por unë ndajt më mes listë rreth që është sigurisht atë dashur. Për me fitu pikë për veti, pra edhe me kanë me synim në kryt. Po mënyra se si e bën është gjaja më e rëndësishme Marian. Se ti në një garë njeriu mundet me fitu edhe me hile, po ai ton kohë të fitojnë ashtu nuk ndihet fitues. Po mirë, problemi. Po mirë. Ai kupton. Në një garë, Laerti në këtë garë duhet mezi të priste me u nda nga Valbona, sepse e kanë detyruar mu bashku. Problemi është që ti e shet këtë punë sikur nuk don mu nda. Çe ti thon më hipokrit? Shumë e vërtet. Pra, rregull. Pra, nuk është sfidë pra. Këtë jam të thonë, nuk është fare sfidë. Nuk është as sfida më e rëndësishme e këtij Big Brother as hiç. Filloi zjarma subska, filloi shifni hapjen se keni skaletën aty. Shifni hapjen ose keni kohë i kena thënë ta. Çi flani më herët, na shifni.